Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show Noli TV. Me të vërtet ka qenë një ëndër e imja që të flas me shqiptarët e tonë të Kalabrisë, të Albreshët. Sot kemi kënaqësinë të kemi me ne një figurë të shuar shqiptar të kulturës arbreshe, Lucia Martina, mësuese, autore, artiste dhe ambasadore e kulturës arbreshe në përbotë. Wow, me të vërtet sa kënaqësia imja është që unë sot po flas me juaj për herë të parë me një zonjë të mrekullueshme që flet shqip me shumë gjenerata ose dekada, si thuhet me një fjalë popullore, nuk e humbët shqipen edhe nuk e harruat shqipen, e kultivuat. Ju lumt, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. U dua falenderoj nga zemra për këtë intervistë që në bëni, sepse na arbresh që vluam këtë gjuhë për mos e 600 vjet, na kemi dëshirë se ju që bëni pjesë ka i mass media, TV, giornalisti, kin në njihni e kin folni ndo për botën për ne, se na, si thonë një artist i ju shumë e një mësuas, shumë i ndruar, që vdiq ka i Covid, ja thone Pino Kakoca, keme mbamiment, a i thone se kjo një kultur që në mund vdes e në këtë vdes. E ju ki në ndikni të në njikni ka gjithë bota. U dua të thomë se për mua t'jem arbresh është ka një signifikat shumë importante. U foljen arbrisht më ndonjë fjalë e vapur italian, pse na në qike zua sorbirtim ka kjo nacion që na mbjodhi e që na dha ange liren të vivirjem libru. Libru për të bëjem ato, për të vlojem gjithë traditat tona. Dunque, mund thomë se jam shumë orgolloza të jem arbreshe. Që significato ka të jesh arbresh? Ka një significat shumë importante, fondamentale, sepse u jam ajo që mbjothi ka një kulturë të vjetër, që na e dhanë prindrat tonë, që na e vluam tradita, vluam gjuhën, vluam kostumin, vluam kuqinen, e na në një kemi këtë rëkicë, që nënge ka mos njeri, pse na jemi arbresh, u jam arbreshe, calabrese, italiana, europea, edhe jam cittadina del mondo. Però jam më e bëgat, na thomi bëgat, kemi këtë rëkicë, këtë bukuri arbresh, që na kemi vlomi per gjithë ata që vjen appunto dopo pas neve. E na kemi këtë in modo particolare, pse kam cati që më dhanë ata që njohen kulturën arbresh, si Buljar Nishani, presidenti Republika Albanisë, mjeshteri madh. Kur e më dha këtë titull, edhe kem banjë mend ambasciaturin profesor Nerita Zeka, që ti ambasciatur të Italia të erdhe njohu gjithë katundet arbresh. Mos njeri ambasciature bëri, a i invece erdhe e na pa storjen, që storia juaj. Dunque që kam edhe shumë vjet, kam l'obbligo kam per forza, kemi vlonjë gjitha tradita që më dhanë gjitha ta që ishe më preparaseu, pjeqët. Sa e rëndësishme është të ruhet gjuha arbreshe? Allora, u thomë se gjithë elementet e kulturës arbresh janë shumë importanti. Pse? Pse kemi gjuha e o gjuha është fondamentale, se kur biret një gjuhë, biret një kulturë. E dunque è importante. Pra kemi kostumin lambador, kemi aptin lambador. Lambador është kamizola, coha, gjipuni, që është një kostum që është ndryshme ka gjithë katundet. Se gjitha katundet që kemi në Kalabria edhe në Sicilje, në Abruzzo e ka gjithë Italia, kanë nga një kostum ndryshe. Pse ki kostum ndryshe? Pse vuol dire che se gjithë ata andenata tonë qerthin ka Albania o ka Arberia, në ngedimi si ja thonë, se ja thonë kështu më përpara Shqiperisë, vuol dire che se ishën katunde ndryshme. Dunque kemi lambadorin, kemi kostumin, kemi gjuhën, kemi kuqinën,
kemi këngët, kemi poezitë, ka gjithë katundet Arbresh, kemi një poet që është importante, i njohur, oppure nuk është shumë i njohur. Però gjithë katundet kanë poete o një poetes që do të bëjen me versat e tire, do të mbajen men kulturën andiku. Dunque, nuk është një element që është më importante se jetri, janë gjithë bashkë. Cucina per esempio është shumë importante ka kultura Arbresh. Se me cucinën na dimi se kulturat e vjetra mbahen men edhe me cucinën. Si lindi pasioni juaj për të traditën arbreshe, gatimet që ju i doni aq shumë? Gatimet. Jam një arbresh naturalisht, si thoni ju. Naturale, pse vitrat çkan, vuol dire che se ka shtëpia ime me prindat time folja gjuhën arbreshe. Pra, dalje vajta në skolet, e kur vejmë të skolet, kur vajta në skolet, në njihim gjuhën italian, na dijem vetë arbrisht. Se mjeshtlat që vijen mësueset, që vijen që në italian, në kishën pak mësuese arbresh, ata foljen vetë italian. Dunque, non capirshim tutto. Allora, ka famiglia, ka skola, jashtë, më kish, foljem gjithë arbrisht. E kur isha i vogël ju, këtë kulturë arbresht më hirin brenda ka zemra, si gjithë ata që ishen si ju. Pra, dalje, vam përpara, bëra mësuese, dunque pa të zëja mirë italianin, pa të lëjam qik arbrishtin, se si kuna kjo kulturë, e dijem se e kishe foljem, po nuk ish proprio brenda tek ne, se na bilve ti foljem për italian. Ki është i problema më i madhi që kemi na, që kanë edhe gjithë shqiptarët që janë do për botën. Se foljen anglizin, ata që vjen ka ju në merket, zën anglizin, zën tedeskun, zën tjeret gjuhë e harrojen shqipin, si edhe na këtu arbresht. Po, kjo pasion u lje ka familja ime, e pra edhe kur vajta në skolet, se u jam mësuese. E kur në skolet, kishim mësojem skolelvet, kishim mësojem kulturë dhe gjuhën arbresh, allura këtu është një legjë në taljet, 4-8 di, që është një legjë që salvaguardaren e proteggiren gjuhën dhe kulturën arbresh. Allura na aplikartim të laboratori, e u që isha bilingue, bëm laboratorio di cucina, i mësova kulturë, laboratorio di teatro, e kështu ata skolel të mësuan gjuhën, e mësuan të djovasin e shkryen, se na jemi gjithë analfabeti në arbresh, nuk vam të skolet e arbresh, ne zami naturalmente. Dunque, dalje, kjo pasion u lje ka familja, provat e në skolet, pra kur vajta in penzione, bara një shokjat, që ja thonë voreja kësaj shokjatje, voreja është omri një ajeri, si i thrit një ju, voreja un vendo, një qëfrin fort, e do të marrë brenda sa më gjindë mund jetë, njerez, si thoni ju, në thomi gjindë. E dunque, u me këtë shokjat, prana, vajta për para, e dalje, u apassionar të ndutu më shumë ke kjo kulturë, e kuptova se o një kulturë që në këtë vdes e në mund vdes. E na gjithë bashkë kemi la responsabilità t'ja jami atireve që vijen. Sa e rëndësishme ka gastronomia në ruajtjen e identitetit? Allora, u jam ambasciaturja kulturës cucines arbreshe, sepse kjo kulturë, kjo pasion, u lje sembre si thash ka shtëpia ime. Ka shtëpia ime, na këtu ka arbresht është il matriarkato, ku mandojnë gratë, un po gjitha paru, ka gjithë bota ku mandojnë gratë. Po ka kulturë arbresht ku mandojnë shumë gratë, e u ljeva, u rrita me mamen edhe me cijet, ishën gjithë gra. E këta ishën apassionate di cucina, se këtu, frasnit ku jeton ju, ma ka gjithë katundet arbresh,
janë gratë shkumandoj e që vluan kulturën. Kush është takatu ka rikami, kush tjepen, kostumet, kush këndon, këngat, e u ka kuqina. Ka shtëpia ime ish kjo kulturë, kjo pasione kuqinës. Dunque, kur ti e di, ju e dini gjithë se kur një është i vogël, kur është i vogël krijetur, merr gjithë rënjët e shtëpisë. E dunque u lje kjo kulturë për kuqinën e u e xura kur ishe e vogël, pra jam mësova skollejt time e në një vetën do për botën ti mësojnë shefrat, vajta in Albania, vajta in Kosovo, vajta in New York, vajta gjithë parë ndo për botën e mësova ca pas e cucines time që arbreshe. Quindi che ho passione u lje kur isha e madhe, jo kur ishe vogël. Kur ishe vogël sa vetë jetoj e vivirja naturalmente. Cila është tradita arbreshe që ju e doni më së shumti? Ma u thom se non është një in particolare. Janë gjithë importanti. Ripeto, ka cucina sepse ka famiglia pata këtë tradita. Però janë famiglia që kanë rigamarjen, kanë më elementi që bëjnë të shurbise. Quindi per mua janë gjithë vërteta shumë importante gjithë, në nga një që në nga e mirë, gjithë mira janë. Janë importanti gjithë. Çfarë roli ka arti në ruajtjen e kulturës? Kjo është një pyetje shumë importante per mua, sepse l'arte, ka kultura arbresh, non kemi artista, po dalje l'arte është shumë importante, fondamentale, perché arte është teatri, per esempio. U bara teatr në shkollet e jam mësova krijeturvet, skolelvet, quindi ata gjuken, djovasin e të shkruajen edhe zun kulturën arbresh me teatri. Në një e bara me shoqatën, quindi il teatro është arte. Ma këngat, opuru arte. Këtu kemi këngat, poezit, kemi vallet, na frasnit, këndomi vallet që janë, vallet që është frasnita katun të arbresh ku vetë frasnit bëhen vallet andiku, e ndonjëherë pashk, parse të biret kompletamente, kin vini ti registrarni këtë kunde, se kështu ju i mbani ka storia. E këndomi këngat legjesta rapsodit e Skanderbekut. E thomi, Skanderbeku një menat, mbjoth ku manjin, me mbjoth e me mbitoj, me mishka polje ljepurishe, këndojen, e ven lartë e poshtë katundit, tu revënu mbrënda kavalja ata gjithë forestierët që vijen, e pra i qelin kabarje, ken hanë kulëndrë, qokolatini, e pra këndomi edhe legjendën e Konstantinit. Vetë frasnit këndohet, kur thot ishtë një mamë shumë e mirë, shkish për nëmë bilhajt jatë. Tek e vjerë ishë një vashë që e thonë Jurendin. Jurendina pra vajtë në Veneti, e pra i Konstantini me bezen, nambami me në bezen, që Konstantini i thasjëmës mos u lafë mama ime se ti kur e dove të e marë. Pra i vdiq, e jëma vate ka varri, e vate qajti se tha një kështu me mbajt e bezen. A i u zbulua varri, muar kaljin, e vate në Veneti, muar garendine, o Jurendinin si thomina e sual të ke jëmë. Na imba me mendungue, e rusa sekull shkuan, e na, ka kjo dopu 6 shekull, na mba me mendangora storjen, që imja ma është edhe tëndja. Sa kënaqësi imja është të ndëgjosh një Albresha aq bukur, aq ëmbël që fol, dhe si mund t'ju përcjellni këtë trashëgimi të rinjve? Allora, u thomë se është shumë importante edhe kjo libër që më thevë, sepse generatat të reja këtu, ju në ngedini, ma ndarberit këta katunde janë të vogël, ju i thoni fshatra, ja katute të vogël, jemi në Kalabria.
ikjen këta të rritë se në ngështë punë, emigrarin njërëve në largu e pra harrojnë kompletamente gjuhën e atë. Però, ndaj u thomë se kjo intervist, ato që mund bëni ancora më shumë ju me televizion, në një addirittura televizionat merket, kur e gjegjen gjithë këta miktime, thot vajte fernoven merket, në shërbesi math, merka është merka importante për gjithë botën, në ngështë vetë per ju që rini. Dunque, ju secondo me mund bëni më shumë, perché generate të reja, nënge foljen mandi shpit, nënge mësojen skollet, janë pak katundet, proprio pak që foljen ancora ata të voglit. Dunque, u thomu, ma speriamo se non che ti kështu, tu e 20 vjet, nëng jemi më. E na Arbresh për të Romi, kinjini vetë ju, la responsabilità është vetë e juaja, perché na ata që bëm, e bëm. U ato që mund e bëjnë, ma nëng jam një që ditë foljen, ditë verë. Grazie juve, ato që thonë, kene gjegjen ata që në merket, e kënë vjen këtu të shohen storjen e tire. Quindi generata që vjen është un grosse problema, un punto interrogativo, thomina. Ju ku përmendet katundin, edhe na kosovarët përdorim katundi. Zakonisht në anët tona në fshatat tona katuni përdorim. Çfarë ju dha puna në raj? Kjo një tërpitur shumë interesante, shumë inteligente, faleminderit se me bëre. Sepse, u jam e thonë, jam e të rësndojnë ka këto pjeturat, thonë se u që kam shumë vitra, u më thonë se jam una testimone, no? Të kulturës arbreshet gjukës, perché pse e assorbirta, pra që eva mësuese e jam sova atyre vetrit, ma tu e më gjëmot, unë nga jam më, kemiken kako jo jetë, kem vete ka një tëra. Dunque që qindron, la RAI është e bën një proget shumë interesante, shumë importante, shumë, di pse? Pse është bën nga të diel një proget me video që është e prezentare gjithë katundet arbreshe, është e prezentare gjithë rëkitsat, kulturen, kostumet, gjuhën, storjen. Anzi, këta video kini shini edhe ju në merket. Kemi ju vojnë kontatto me la RAI, la direzione, me direttorin tim. Kemi a thonë, quindi kemi ju vojnë in rapporto e che ne shohën atje shqiptare në merket. Se shumë importante, sepse u që jam, per esempio, unë nuk jam in video, u jam in RAI, e bërë l'autrice, la conduttrice, e tjela in RAI radio, presentarta gjithë fshatat arbreshen in Calabria, e u njoha, attraverso la RAI, njoha, sa katunde arbresh që në ngjidia në menu omrin, quindi nord Calabria, nord, me jugut sud-osht della Calabria, me katunde që thonë se folmi ndryshme, ma u kuptuam. E pe gjitha paru, ka gjitha katunde, në mosës se ka ca katunde gjuha u buar, shperti arbresht. Këta mbajen me gjithse, këndojen, kuqinen, traditat, është një rëkic që në mund rëfihet. Vetë la RAI është e zbulon këta rëkicat që kemi. Quindi ju kem falenderojnë vërteta progetto RAI që është fantastico. Anzi, në nike me dërgojnë ti edhe sa video që këti shosh ti personalmente, e pra mundi shohën edhe tjerë. RAI Play, su RAI Play. Unë kur kam qenë i ri, gjithmonë e kam përcjellër Rai Uno, televizionin Rai Uno nga Italia, kur ishim më të ri, pra e kemi përcjellur gjithmonë. Kështu, çka ju lidh juve me Kosovën? E di se keni miq në Kosovë, po? Allora, vajte në Kosovë, unë njoh, gjitha paru, njoh edhe, vajte edhe ka ca shefra importante in Kosovo, in Albania, per ti pastentime, si thoi, makaronerat, ti thoni ju. E dunque ti, da se vete in Albania, a Tirana, o vete dhe in Kosovo, ti vete është, ka ca vende është kuqina ime. Ma u kam njëndër shumë importante, e dua të thonë publikamente,
Ma mund të thonë publikamente sepse unë njoh personalmente kryetarin di Prishtina, Perparim Rama, që njihni gjithë kryetarin, ai vjen shpet në New York. U pata un incontro me ta, u pam, ka muaji gennaio, non che ti sia thonë në Prisht, gennaio. Janar. Vajta simjet, më ricevirti ka uffici tigj e bëm një kundrat, I thash se kjo kultura arbreshe, poi pse biret, tua mo sa mot biret, nënge dikur, speriamo sa mo largo ma biret, këtë qindronj, I thash Perparim, se ai këtë krionj a Prishtina shpin e arberis. Ai më tha se folji me stafin e tij, e tha se do të bën shpinë e arberis. E u vete atje, e vete prepararen, vete i mbjonjë këtë shpi me gjithë rëkicat që është e arberis. I ljo edhe ca shurbiset timshit, janë personalisht, kamizole, gjithë ata që më preparën nga domosnjeri. I bën gjithë muzeo, me këngët. Allora ndihem edhe tinda, se është ndonjëri në New York, që do të bëjnë una collaborazione, ki është un appello, një ndrejimi. Ta ndëgjoj një surprizë kemi nga Kosova, që e ka ndërguar një gazetar. Është një gazetar shumë I njohur dhe ka thonë diçka. Hajde ta ndëgjojmë. Përshëndetje Noli, ty dhe musafirës respektuar përkatësisht zonës Lucia Martino, e cila është një përfaqësuese më e denjë e arbreshve të Italisë, sidomos pjesës së Kalabrisë. Mund të them se Lucia Martino është njohur jo vetëm për ne, po është njohur për gjithë shqiptarët, sepse ka bërë shumë që arbri I arbreshve të Kalabrisë të njihet së pari në mjediset italiane, pastaj gjithkund në përbot, sepse ajo me kulturën e vetë, me dijeninë e vetë si mësuese, me përgatitjen për shfaqje teatrore, për libra të botuar, për gjellën e servuar në për mjediset e ndryshme të kulinarisë shqiptare në përbot, është dëshmuar se ajo, përkatësisht arbreshët, janë arkivi I gjallë I shqiptarëve, arkivi I gjallë I shqiptarisë. Ne ishim para 2 vitesh bashkë me bashkëshortën time dhe 2 miqtë tonë, ishim musafir të kjo. Mikpritja e saj, I ngjanta saj, mikpritjes ka hershme që kanë pas shqiptarët, dhe jo vetëm që na priti dhe na gostiti, si thojmë ne, në shtëpinë e vet. Ajo ishte një udhëzuese perfekte për të vizituar në ngulimet arbreshe dhe jo pak I vizituam dhe mësuam shumë për ngulimet arbreshe. Takuam shumë intelektual arbresh, takuam shkrimtar, takuam njerëz të fejs, e cila fe është me ritën bizantin dhe I kanë ndihmuar arbreshve që ta ruajnë etninë e vetë arbreshe për të mos u asimiluar përmes kishës katolike. Dhe mund të them që këtu para meje dhe mund të vizitoj, të filmojmë vërtet disa prej botimeve të cilat na I ka dhuruar Lucia Martino dhe tije me fat po të them që e ke zgjedh dhe Lucia Martino është në duar të sigurta për intervistën që do të jeni duke e zhvilluar. Prandaj kjo befasi vjen nga Kosova për Lucia Martino, juve në Amerikë, duke ju dëshiruar sukses në punën tuaj dhe të duam shumë Lucia Martino, përqafime nga ne. Si e mendoni këtë zonja Lucia? Falenderoj, jam shumë emocionata se në ngeprisja ka surprise, shumë interesante, shumë e bukur. I dua shumë se këta janë gjindra ju gjithë, ma ata, a I qertë personalmente këtu me
nusën e saj, nusën e tij, u vesh me kostumin arbresh, në ngëdia ma që kish bëja kur ertin, se u kështu jam. U kisha një bed and breakfast këtu më përpara, në një mbulita, ma ki bed and breakfast më dà la possibilitat njihja shumë gjindi importante, e si njoha giornalistra, njoha ministra, presidenti Buljarnishani, per Parirama, pata fatin, kia një fat. E u ju falenderoj nga zemra, se jam shumë emocional. Falenderit. Dëgjo, Mon Beqiri është një ndër gazetarët të hershëm që ka bën mbi 700 emisione në për Evropë dhe ka zbuluar identitetin shqiptar anë mban. Kështu, për çfarë ndihesh më krenar në rrugtimin tuaj? Jam shumë orgolloze di pse. Sepse kjo kulturë më dha fatin të njihja gjindë shumë importante si ju gjithve ndo për botën, e unë se nën kisha bënur nën kisha këtë orgoglio e këtë pasion, nën kish kapitar turkot, quindi unë kam miq gjithë ndo për botën, ma paset vete ka këta gjindë, u ju presu juve ka shpejime, dalje kënë vini. Dunque u jam orgollosa se qela ndo për botën, këtë kulturë, e imsova shumë gjindve, këngëtare, fqefra, poetra, skrittori, ka gjithanet shoqata, qela kulturën time. E jam shumë orgollosa se bëra, jam shumë kutje. Dua ta dim, na tregoni festa tradizionale që i mbani ju arbreshët atje. Sa festa keni gjatë vitit? Allora, na këtu Frasnit, festat tona janë legate al rito cattolico bizantino, si edhe la cucina. Cucina është puru e lidhur me il rito bizantino greco. Dunque, na kemi festa më importante janë Pashkt këtu, festa e festave. Pse është importante? Importante religiosamente perché është java madhe, java Zotit Krisht, la passione, risurrezione, dunque na bëmi një jave ja dedikarmi Zotit Krisht, edhe me këngat, si ato me kalimeret e Zotit Krisht, që është passione. Però kemi della festa civile, që është se është la nostra identità, quindi bëmi valet, zbulomi gjithë traditat këngat e Skanderbekut, këndojen, vëjen valet, gjithë katundi, ajo ditë është naturale, mos njeri organizaren eventin. Nga një vete hapen, s'ndukin, nëzien mbrojlja, t'i veshen, e vete ndo për katundin ture këndua. Pra kemi Natalet, që është lehet shumë bombini, pra kemi java prigatorvet, që është il 2 novembre, quindi na bëmi një fest shumë particolare, e pra kemi që është la festa di Santa Maria Sunda. Però nani, kem thome dhe një të shubes, se me këta projekte raj, me gjitha giornalista që vijen e bëjnë reportaj, sikuna, mua më duket, se është rinascita, është rëzgjohet arberia. Allora, ma per para, sikuna kishën qikez, o kisha sopirtu, kush deku. Pra presidenti della Repubblica Buljarnishani, pra ambasciaturi profesor Neritan Ceka, gjithë ta u krear ata mure qishen, ma per para sikuna u abbattirtin, quindi në një vemje vimi me Kosovo, me Albanin, e allora sikuna ogni rilindje arberia, per mua, ogni rilindje allora bëjen festa soprattutto kur është muaj I gushtit, janë ka gjithë katundit, bëjen valle, papa, bëjen festa, bëjen këngat, la festivali këngës arbreshe, bëjen shumiter, cucina. Ja, është një rilindje e tërë për gjithë arberin. E këtë kem falenderomi juve. Progetto Rai e ju giornalistra me televizionen, ka gjithë bota, ma nani, ka Neva York, qine me këtë intervistu, thëmë se zgjohet ancora më shumë. E dunque, ju presmi, kin vini, se kin vini shon historien tuaj. Na e vluam për 600 vjet, na një parë se vdesmi, ju me televizionen gjine bëni një reportaj, e gjina na zbuloni, kështu e shohen ka gjithë botë.
Ju thatë se vizitoni Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si ndiheni ju kur të vini këtu? Allora, New York kam lidhur particolare di pse janë ca gjiritimshit që emigrartin. Jam e jati tim shoqi në New York e një vdiq e është atje këta, quindi janë sepolti në New York. Pra kam një kunadi vlaj tim shoqi që ja thonë Ndreu, e gjuha, a i per esempio iku ka frasnita, që kish 5 vjetë. Vate me tia me në migrarti. E a i di inglizin e arbrishtin. Allora, inglizin nënge di, kur folmi me to, folmi me gjuhën arbresh. Eko, ki është vlera e gjuhës? Se ndase a i nëngë di në gjuhën që vloj, unë mund komunikarja me të. Dunque kam un rapporto affettivo. Po, është edhe një shotjet, kam ca shotjes, ma një partikolarmente që është ka frasnita që rinë New York, është një mësuese, ja thonë profesoressa Lucrezia Gioia l'India, e kjo, bashkë me të, prepararmi shumë eventi atje New York, partecipar të Cal Columbus Day, kjela kostumet arbresh a Fifth Avenue, me bandieren, me kostumet tonë, e ishen shumë arbresh qertin, ishe qajen kur pan kostumin tonë. Dunque është un legame affettive e u venj shpejt. Kem vinj edhe nani, ka muaj a november, il mese della cultura italiana. Çfarë ëndre keni për kulturën arbreshe? Ëndrja ime te thash më përpara, u kam një ëndrje in particolare, kam shumë ëndrje, ma in modo particolare kam këtë. Është appelli që jam i bënj a përparim Rama, se ai në taksi se tha se Prishtina këtë lehet shpia e Arberis e u jam e pres. Ti nani, ti e njeh përparim e njeh. Po. Allora shkrueja, thueja se u jam e pres, se ai me taksi se këtë bënj, nda se është ndo njëtër Amerikan, që njeh përparim, e do t'i ndihen për të bënj, e di pse pëndzova këtë, do të dish pse pëndzova. Pëndzova këtë, sepse ti e më kuptonë, sepse ka këta katun dhe arbresht voglia, në mund jetë një këtë bëhet kjo ëndër, ma a Prishtina, në Kosovë, që është një kulturë, që na gjetë neve në qikës, jemi më afe me kulturën e arbresht, kitë dëshirë në nga është vetimi, ma është edhe gjithë kosovareve. Dunque, kia ëndra më i madhe që kam. Pra janë ëndër piccoli progetti, ma nëngë janë shumë mëdej. I njëtër, progjetta është se këtë vishtime me emisionin tënde të na gjosh e të na shoksh si jemi. Një mesazh për të gjithë shqiptarët anë mbanë për botë se zëri jonë ndëgjohet deri në Australinë. Mesazhi më importante që duhet i gjithë shqiptarët në botë është kjo. Se storia juaj jemi na. Na vluam storjen tuaj, ju e buartit, sepse keni një storje shumë ndryshme, shumë triste, shumë particolare. Pati che ju jeni si ata e breqvan, gjitha paru, diaspora është jueja. Jo në nga diaspora, se na iktim ka Albania, shkuam detin e ertim këtu, in Kalabria, këtu pundartim, e fursi, si rriem atje rrimi edhe këtu, pse nën kemi fabrika këtu jemi vetë na, fabrika jonë janë guret, janë dheu, janë l'agrikoltura, vivimi kështu. Dunque, jeni shprish, u thëmë se ju kin vini këtu për stil, perché na jemi një popull, një storje, ju jeni shqiptaret moderne, e na jemi shqiptaret njëherë, arbresht, ku storia juaj mbranda tek uno scrigno, mbranda tek un contenitore, mbranda tek një shkatull, na e vluam, ju e vluam këtë rezuar, është në të rezuar, që vluam, e kin emocionareni, e kin vini ju tu në gjëni. E u jam pronto t'ju ndihen, si tha miku joni dashur, se i ndihat njih ca gjindin, insomma, importanti. Kjo mesazhi më importante.
Zonja Luciane, është me të vërtet një nder, një kënaqësi e imja që për herë të parë flas me një zonjë arbreshe, me të vërtet arbreshe e fortë, arbreshe e qëndrueshme, arbreshe që e flet gjuhën shqipe, aq bukur, aq pastër dhe një trashëgimi e bukur që do t'u alësh nipave, mbesave. Kështu që unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi e imja që sot ishim së bashku. Dhe besoj që me punën tënde të paldosshme, ne do t'ju ndjekim prap dhe do t'i kemi në emisionet e radhës me juve. Ju falenderit! Unë falenderit juve, falenderit ka zëmra, ju dua, ju pres. Dhe dua ta falenderoj Mateon, nipin e juaj që na ndihmoi sot, edhe është një kënaqësi që edhe e fliste gjuhën shqipe. Përshëndetje Mateo, falenderit shumë. Kim ndihem sempre mua, dua mirë, ke pari nipimi. Faleminderit shumë. Thank you very much for your help. It was a very great talk to you and wish you the great in Switzerland over there, okay? Thank you, you're welcome. Okay. Pra të nderuar shikuri, ishte kënaqësi jonja që patëm zonjën Lucia Martinën në emisionin tonë në Noli TV, në kanalin 39 dhe në Nimi TV në kanalin 249, ku mund të na dëgjoni 24/7 në emisionet e tona të radhës. Miru pafshim dhe miru ndëgjofshim deri në radhat e tjera.